Dhe kanë ardhur prindrit për të takuar. Ai ka qenë çasti më i vështirë sepse djali ndodhej në morg dhe neve nuk dinim se si t'i thonin prindërve që i biri i tyre ishte vrarë, por nuk ishte vrarë në luftë, por ishte vrarë në një kazermë që menaxhohej nga Ushtria Shqiptare e Kosovës, ku bëhej trajnimi dhe që nuk ishte vrarë nga dora e armikut, por ishte vrarë nga dora e shqiptarit. Është një ngjarje e cila A dihet ka mbajtur burg kjo Rushdia? Jo, Rushdia nuk ka mbajtur asnjë ditë burg. Rushdia ka kaluar këtë burgun për Rushdinë e ka mbajtur ai që shërbente si bodyguard i Rushdisë. Aktualisht personi është i akuzuar, ndodhet në gjykatën e Hagës, pra është zoti Shala. Dhe zoti Shala Haxhi Shala? Jo, Haxhi Shala. Personi me emër Shala që është edhe është dënuar tashmë, që u arrestuan në Belgjik. Pjetër Shala. Pjetër Shala ka qenë bodyguard i Rushdisë Saramatës në atë kohë. Vrasjen e ka kryer Rushdiu, po vrasjen e mori përsipër Pjetër Shala dhe Pjetër Shala është dënuar mbas luftës në Kosovë për këtë vrasje, nuk e di sa ka 3 vjet, 4 vjet diçka e tillë. Po ka mbajtur. Pra ka pas kësi ngjarje drejtan në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës që ka pas vrasje edhe banale? Kjo ka qenë rasti banal që unë e di, pra kjo vrasje banale. A dhe vrasje tjera që kanë ndodhur? Jo, nuk kem pasur. Po për vrasje se shpeshherë përmendet në emisionin tim është përmend vrasja me të Krasniqit, domethënë ne kem pas një ushtar të Forkut që ka thonë në emisionin tim se i kem dëgjuar domethënë 2 shqiptarë që duke folë shqip, njëri si i Shqipërisë, tjetri si i Kosovës, duke thonë a është ky, po ky është. Atëherë vrasja është bërë ai personi i cili në vrasja e Ahmet Krasniqit ka ndodhur në Tiranë. Te vendi quhet Shtëpia e Partisë, është një rrugicë atje ku është themeluar Shtëpia e Partisë Komuniste në vitin 1941. Ahmet Krasniqi, si ministri i mbrojtjes të qeverisë Bukoshin atë kohë, kishte një vilë 3 katëshe dhe aty ishte qendra, ishte bërë ministria, pra aty edhe rrinte. Po është e vërtetë që personat që kanë vrarë kanë qenë shqiptar nga Shqipëria dhe personi që i është dukur me një theks si nga Kosova është nga Tropoja. Pra është me mbiemër Kërnaja, ai personi ka vdekur. Fadil Kërnaja? Jo Fadil Kërnaja, i harrova mirë, po emrin është Kërnaja. Ai ka bërë ekzekutimin dhe nga që ai nuk e njihte ka pyetur personin tjetër dhe ka pyetur a është ky apo s'është ky. Kosovës a dihet? Nuk ka pasur person nga Kosova, pra personi ka qenë shqiptar. I Shqipërisë, edhe të 2 personat kanë qenë shqiptar, e ata kanë përfituar në këtë vrasje është bashkëpunuese shteti shqiptar, ose mund të them në atë kohë policia dhe shërbimi informativ i shtetit shqiptar, për arsye sepse unë mendoj që vrasja është bërë me direktiva dhe me urdhra të Serbisë, për arsye se me nxit vëlla vrasje? Jo vetëm me nxit vëlla vrasje, kjo është një nga arsyet, po arsyeja kryesore mendoj unë është për të penguar bashkimin. Pse për të penguar bashkimin? Kemi një problem shumë të madh. Ahmet Krasniqi tentoi në fillim kur u bë ministri i mbrojtjes që të merrte në kontroll Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, ai dërgoi një brigadë, pra brigadan 131, si kanë quajtur ata, 134. Ata quajnë brigadë, po totalisht vetëm 150 veta, pra 150 veta bëjnë një kompani e gjysmë, pra nuk bëjnë më tepër, një kompani e përforcuar, po u quajtën brigadë. Kur erdhën, një pjesë e tyre ndihmuan, sepse kjo brigadë përbëhej nga oficerë dhe nënoficerë të Kosovës që ishin shërbyer në Ushtrinë Jugoslave, pra kishin eksperiencë edhe ushtarake, por kishin edhe eksperiencë lufte, një pjesë tyre kishin marrë pjesë në luftën në Kroaci dhe në Bosnjë. Dhe normalisht kur ata erdhën në gusht të vitit në korrik të vitit 1998 në Kosovë, u pranuan nga Ushtria Shqiptare e Kosovës që të vinin atje, u vendosën kryesisht në Pej, në Dugagjin, ndihmuan në organizim, ndihmuan në stërvitje, në këto kishin eksperiencë. Pra në atë kohë kishte nevojë Ushtria Shqiptare e Kosovës për njerëz me eksperiencë, ushtarakë dhe me eksperiencë lufte. Por në momentin që nisi lufta më pas, edhe duke parë që nuk e merrnin dot në kontroll Ushtrinë Shqiptare të Kosovës dhe nuk e morën dot në dorë komandën, atëherë ata u larguan dhe dezertuan. Realisht është që dezertuan, dorëzuan edhe armët që kishin. Që kanë ikë ata nga Absolutisht, ajo ka ikur, ajo është e përcaktuar me dokumenta, sepse janë publikuar dokumentat e Serbisë që kanë dorëzuar armët te Serbia, pra. Dorëzimi i armëve është dezertim. Kush ka bëu komandanti, a dihet? Komandanti këtyre trupave ishte Tahir Zema. Dhe Tahir Zema iku. Po thotë që ka ikë Tahir Zema? Absolutisht ka ikur, se nuk ndonjë në Kosovë iku dhe erdhi në Tiranë. Këta e bazojnë mbi faktin që Anton Çuni ka thonë që nuk ka ikë, po është kthy në Shqipëri për të rikthyer më pas. Po pse nuk e rikthye atëherë? Anton Çuni u rikthye apo ai pse nuk e rikthye? Pra një pyetje shumë e thjeshtë ja bëni Anton Çuni. Nuk është rikthyer? Jo, është rikthyer në Kosovë pas edhe në Kosovë është kthyer 1 muaj pas çlirimit të Kosovës. Pra ka qëndruar në Mamurës. Edhe Anton Çuni u rikthye, apo jo?
pse s'u kthye ai kur i rikthye Anton Çoni? Pra ka që shumë e thjeshtë pyetja. Pra këtu nuk ka ekuivoke, pra nuk kemi pse lozim cicmic. Iku, okay. Iku. Nuk erdhi, kur ikën dhe nuk vjen, është dezertim. Është kaq e thjeshtë, pra nuk kemi pse të shkojmë më tutje, pra neve kaq po nëse i tash për intervistës nuk thesh është dezertim. Faktikisht. Pra për këtë arsye dhe pasi tentoi dhe nuk e mori dot në kontroll shtabin e përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, atëherë Ahmet Krasniqi në tetor të vitit 1990, në shtator të vitit 1998 bën një deklaratë se ata botonin një gazetë, një revista ushtrisë, diçka e tillë. Dhe atje bën një deklaratë që unë e njoh shtabin e përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, pra kjo ishte deklarata, dhe prej këtij momenti nuk kam më fark, pra i dha fund farkut sepse deri në momentin ata ishin fark dhe prej këtij momenti kam bollën një farë lloj marrëveshje. Po, prej këtij momenti ka vetëm UÇK dhe edhe stemat e këtyre të farkut u zëvendësuan me UÇK, pra edhe stemat e tyre që kishin u zëvendësuan me UÇK dhe vendosi që deri në fund të nëndorit, pra